Specialistët për hetimin e krimeve të DVKM Shkodër shpallën në kërkim shtetasin ED 34 vjeç dhe KD 34 vjeç, të dy banues në Durrës, pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin më datë 20 shkurt 2026 kanë trafikuar në Shqipëri 2 mjete ekskavator të vjellur në Itali. Mjetet u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Vion puna për kapjen e dy shtetasve në kërkim dhe dokumentimin e plot të rastit. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin AK 24 vjeç banues në fshatin Dobraç për veprën penale trafikimi mjeteve motorike, pasi automjeti që posedonte rezultoi i vjellur në Itali. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EG 22 vjeç banues në Kosovë, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë kufitare PKK Muriçan i gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin EH 41 vjeç banues në Shkodër, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori për vlerësim, pasi më datë 1 mars 2026 është dërguar për mjekim në Spitalin Rajonal Shkodër shtetasi ML 70 vjeç, i cili dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht në banesën e tij. Aktualisht ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë në kujdesin e mjekëve. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie Madhe referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin ON 27 vjeç banues në Vrak, pasi ka kallëzuar shtetasi BM se shtetasi ON ka bllokuar rrugën nëpërmjet së cilës shtetasi BM shkon në pronën e tij. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.